Shumë fishta, rrjetet sociale. Këto janë, sidomos kohëve të fundit, shumë evidente në për lidhjet martësore në shoqërinë tonë, a shumica janë burrat martuar që ju shkruajnë çikave të reja dhe studentë, kemi raste të shumta edhe që ju shkruajnë, le të themi, të moshave shumë të reja, shumë matore. Tash veç të shkruarit nuk do me thonë që është ngacmim seksual është ajo. Nëse është llogaritet ngacmim. Varsisht çka i thotë ngacmim. Varsisht po. Tash ditët e sotme. Se bën 18 vjet s'ka të drejtë. Na jena të vetëdijshëm shumë mirë tu po vajza të reja në Prishtinë të cilat janë të papune, janë të pashkolluar, janë të ardhuna nga një qytet tjetër, statusin familjar munden me pas jo dhe aq mirë financiarisht, ka e mur ajo atë Mercedes, po atë Jeep e gjanat të tjera, nuk përfaqësoj vajzën. Tash, përfaqësoj familjen. Përfaqësoj... Se familja du të me ditë ka i ka të ordurat fëmijajve. Po, se përfitimet, financat... Se përmend një vajzë nuk e përmende një djalë në këtë rast, për shembull. Më fenomeni është që vajzat e reja, unë s'po tham që djemë të ri janë të vëzit. Që përfitojnë nga të dashurat? Unë nuk e kisha qenë përfitim. Jo, unë e konkretisht e kam me vajzat të rita, nuk e kam me meshkujt. Për çka? Se, jo, na jena të po, qika të reja... është gabim si pas teja? Nëse ka hy me një familjen mesa, jo gabim. Po ajo du të... Po nuk hyn ajo në mes. është personi po ajo hynë në mes, momentin që e din që jetë të shku me një burë të martum, ti po e në mes, qysh. Jo, burë i martum i ka fajet, qa faj ka mu? Po fix, edhe ajo i ka fajet edhe burë. Jo, hitë si kanë fajet tu. Unë baj përgjithsi veç për veprimin tim. Aji është aji cili vendosë se do të shkojnë adili, ose do të absolut, do më thonë, më falë, ko ka i martum, po unë për du mi përmbush gjana dhe mija personale. Po, do më thonë, logika nuk e kap... është vendimi ti. Po, është vendimi ti, po nuk është gjë normale. Na jena të folë për një fenomen që nuk është normal. A disa lidhje dashurie kanë fillu në atë mënyrë? Po, pikërisht dhe, ajo njerin që s'mun është menal. S'mun është menal, po në fund të ditës, është respekti, është një tro ftyrë që e ka një njerin ditën e sotit. Se na tash mujna edhe qëtu që në të resuli mu bo harakiri para kretë. Ne idealin mund të asynojmë gjithë ditë, po flasim si është në realitet. E rujt intuitën e familjes. Të dy rasteve. Idealja do të ishte qënë ajo. Që kjo thot ka të drejtë se a i vetë pe banë. Unë vajzën se fajsoj në atë mes. Nuk ka një personi i tretë s'ka kur faj, as burë, edhe burë nëse qoftë. Në qoftë se... Aty ko faj. As qoftë burë ose gru, në qoftë se burë ose gruja. Se është josh nga parja e hujë. Nuk kujdeset për familjen e vetë, pse me u kujdes qika halkut ose djali botës. Dhe më thonë, përgjithsi e burrit është masfari me rrujt familjen, apo? Jo, e të dyve. Jo, e burrit të martum. Që unë ta të regoj? Nëse është aji cili i trafton. Leadershipin në familje e ka gruaja, autoritetin e ka babaj, gjithmonë. Pse po e them këto? E ishim të folë për babajnë dhe të dashurën. S'ka faje dashura. Aty babaj do të mi që dur të naltë edhe mi dur të krejt që ka të familja vetë, nëse do në atë filanën, letec. është vendimi. Ajo filani s'ka faj. Pa undalë nështë në detaja, po në rastet e lidhjeve shumë fishta, online. Jënë shumë të mundra për mes platformave online dhe këto ndodhin për disa arsye. Fillimisht ndodhin për faktin që një lidhje që ka fillu një lidhje shpejt, jo analitike, jo e mirë mendume, dhe pa tjetër që rrugës mund të hasë edhe në kërkesat të tjera, nevojat të tjera për njohje me personat të tjerë. Kështu që është me të vërtet një hapësirë digjitale shumë e madhe që ty të krijon mundësi njohje me shumë persona paralel. Kjo është një emet madje për faktin që ti ende nuk je i përqëndrum në atë çfarë ti kërkon. Është një njohje reale të cilën ti dëshiron me ndërtu në raport me pritshmëritë tua, kërkesave që ti ki me individin, apo është thjesht një farë aventure që ti po e bën nga personi në person duke mos u përcaktuar realisht në qëllimet tua për çfarë edhe po i mban ato kontakte. Prandaj kjo është edhe rrezikshmëria apo ana negative që mund të kenë edhe platformat digjitale apo online. Platformat digjitale. Jonida, si e shet ti këtë mundësin për lidhjet shumë fishta? Digitalizimi për fakt keq ta jep këtë mundësi, edhe fillon me një like, me një ftehë për misti, nga një koleg që shumë mirë mund ta kesh thjesht në LinkedIn koleg, qoftë se do të duhet, e mund të kesh numrin e kontaktit nëse të duhet për punën apo emailin e zyrës dhe nuk ke pse i kërkon ftehë
për shoqëri ekstra, edhe duke I bërë like edhe zemra, ndërkohë që e ke edhe bashkëqortën aty, sepse është vërtet, domethënë nis me një gjë